Moikka kaikille! Tässä videossa me puhutaan persona-pronomineista ja omistuspronomineista. Përshëndetje të gjithëve. Në këtë video do të flasim për përemrat vetur dhe për përemrat pronor. Le të fillojmë. Mina, unë, sina, ti, hen, ai ose ajo, me, ne, te, ju, ja he, ata ose ato. Le të marrim disa shembuj. Otetaan pari esimerkkiä. Minä olen töissä, jam në punë. Sinä olet kotona, ti je në shtëpi. Hän on Helsingissä, ai është në Helsinki. Me olemme ulkona, ne jemi jashtë. Te olette Espoossa, ju jeni në Espoo, ja he ovat tulossa tänne, ja ata ose ato janë duke ardhur këtu. Këtu ishte sa i përket persona pronominit, do të thotë përemrat vetur. Tash do të flasim për përemrat pronor, kur diçka është e dikujt për shembull. Kun jokin asia kuuluu jollekin, silloin käytetään omistuspronominia. Esimerkiksi minun puhelin, telefoni im, sinun puhelin, telefoni juaj, hänen autonsa, mund të themi edhe hänen auto, po mund të themi edhe hänen autonsa. Hänen autonsa, vetura e ti ose e saj, meidän auto, vetura jon, teidän auto, vetura juaj, ja heidän auto, vetura e atyre, qofshin meshkuj apo femra. Këtu mund të themi kur flasim për omistuspronomineista, mund të themi minun, mundemi edhe të mos themi, por mund të shtuajmë edhe vetëm lisat në fund. Për shembull, nëse është auto, nëse është e imja, shtuhet vetëm në fund ni. Për shembull, autoni, vetura ime. Autosi, vetura juaj. Autonsa, vetura e atij ose asaj, do të thotë veç nsa i shtuhet. Autonsa, por në këtë rast duhet të themi edhe henen, për arsye se ai ose ajo dhe ata ose ato e kanë të njëjtën formë që e morën në fund nsa, por në këtë rast do të duhet të shtojmë edhe henen, të kallëzojmë se kush është në pyetje. Të përsërisim edhe një herë. Minun auto ose vetura ime ose autoni. Është njësoj. Sinun auto ose autosi, vetura juaj. Henen auto, vetura e saj, ose henen autonsa, vetura e saj. Meidän auto, vetura jon, ose vetëm mund të themi auto me, vetura e jon. Teidän auto, vetura juaj, ose autonne, vetura e juaj. Ose në këtë rasti i funit është heidän auto, vetura e tyre, ose heidän autonsa, vetura e tyre. Për shembull, minun auto on pihalla, vetura ime është në obor. Sinun puhelin on pöydällä, telefoni juaj është në tavolinë. Hänen auto, për shembull, hänen auto ose hänen autonsa on pihalla, vetura e tij ose e saj është në obor. Meidän koti on Korsossa, shtëpia e jon është në Korso. Teidän puhelin on lattialla, telefoni juaj është në dysheme. Heidän puhelin on pöydällä, telefoni i juaj. Teidän puhelin ose teidän puhelimenne on pöydällä, telefoni juaj është mbi tavolinë. Ja heidän koti
on Helsingissa, shtëpia e tyre është në Helsinki. Kjo ishte gjithasaj për këtë kësaj video, shihemi në videon e radhës. Tässä oli kaikki. Nähdään seuraavassa videossa, moikka!